Policia e Shkodrës ka finalizuar operacionin e koduar faza e parë në kuadër të kontrolleve në territor për parandalimin dhe goditjen që në fazë të hershme të tentativave për kultivim të narkotikëve. Operacioni u zhvillua në bazë të informacioneve të siguruar nga inteligjenca policore, sipas të cilave në fshatrat Bajs dhe Gryemirçez me disa shtetas kishin mbjellë fara kanabisi në platforma polistiroli me qëllim kultivimin e mëtejshëm në tokë. Në aksion u angazhuan strukturat e drejtorisë vendore të Shkodrës në bashkëpunim me Komisariatin e Malësisë së Madhe dhe të mbështetura nga forcat Shqiponia. Në fshatin Bajs, gjatë këtij operacioni u zbuluan dhe asgjësuan një numër i konsiderueshëm filizash të dyshuar kanabis të kultivuar në platformën e polistirolit. Një pjesë e tyre u sekuestruan në cilësinë e provës materiale, ndërsa si autor të dyshuar të kësaj veprimtarie kriminale u arrestuan 3 shtetas familjar mes tyre, Ersa Qerimaj 29 vjeç, Bora Qerimaj 23 vjeçe dhe Adelina Qerimaj 26 vjeçe, të 3 banues në Bajs. Në vijim të këtij operacioni në fshatin Gryemirçez, policia konstatoi në një magazinë dhe disa platforma të tjera me filiza dhe fara të dyshuar kanabisi. Për këtë rast u shpall në kërkim një 52 vjeçar, ndërsa nisi procedim penal për një 41 vjeçare dhe një 75 vjeçare. Policia bën me dije se vijon puna për kapjen e personit të shpallur në kërkim dhe identifikimin e të tjerë shtetasve të përfshirë në këtë aktivitet kriminal. Materialet procedurale janë referuar prokurisë së Shkodrës për veprimet mëtejshme.